Në fshatin turistik të Zvërnesit në Vlorë, mbi 300 familje vazhdojnë të jetojnë pa ujë. Prej më shumë se 30 vitesh, furnizimi është i rrallë dhe i pamjaftueshëm, vetëm për rreth 30 minuta në javë, shpesh me presion aq të ulët sa nuk arrin të mbushas depozitat shtëpiake. Banorët janë detyruar të blejnë ujin me autobota apo bidona, duke kthyer këtë nevojë bazë në një shpenzim të përditshëm që rëndon mbi buxhetin familjar. Ata thonë se janë ankuar vazhdimisht pra ndërmarrjes së ujësjellësit të Bashkisë së Vlorës, por deri më tani nuk është marrë asnjë masë konkrete. Një ditë kishim pa ardhur edhe një çik dije, edhe sot edhe pak. Asë gjusëm bidonës më shumë se kështu. Nuk është puna se kemi vojtër vetëm një vit, po kemi vite mera, që kemi kërkuar disa herë, jo disa herë, po vit për vit, as njeri nuk është përgjigje. Tani kemi një 15 ditë pa ujë, po, tani, në tetor, tani. Pa gjithë beharin e s'kemi patur. Edhe tani, po erdi, për shumë erdi sot, sefte, për 15 ditë gjusëmore, tani për 5 ditë do marim gjusëmore tjetër. A është problemi nëmër 1. Lidi pyetje pse së vizmë në qotët. Nuk kanë ujë pike parë. Na premtuan, ku atë fundit se dhe më një shtator do filloj një punimet për Zvërnecin. Absolutisht. Për një shtator, unë arova t'i pyesja, për këtë shtator e këti lapi, për këtë që vjene, po për një shtator të tjerë që do vinë. Ndërkohë situata është po aq e rëndë edhe në fshatin Babicë, vetëm pak kilometra larg qytetit të Vlorës. Për më shumë se 2 muaj, shrubinetat janë tharë plotësisht dhe banorët detyrohen të blejnë ujin me bote duke paguar deri në 2000 lekë në ditë. Sipas tyre, edhe uji kur vjen në rrjet është i ndotur dhe nuk mund të përdoret për konsum. Prej vitesh kërkesa për ndërhyrje në rrjetin e amortizuar kanë mbetur vetëm në letra, ndërsa xhaver problemi përkeqësohet me shtimin e konsumit dhe turizmeve. Babica ka 2 muaj pa ujë fare. Njerëzit tani një botë vetë 20.000 lekë, s'kanë mundësi ta blejnë. Jam drejtuar te drejtori, te kryetari, ca kryetari janë ndërruar, jam drejtuar, nuk kam në institucion pa folur. As ma përshëllën njeri fare. Pa ujë, ki fshat ka qenë tërbehar. Qenë kone me romadit kë? Tërbehar, pa ujë kemi qenë. Na vjen një ditë, sa vjen një muaj. Ujë na vjen a lumi dhe kur vjen i trubull, komplet, tani gjithë fshatin është pa ujë. Është turp në dy janë, sot në 2025-ën, që të voqë pa pikë në ujtë, le ujnë e pishës, nuk e diskutojmë, se nuk të ujë pishë për i vjenë. Ky është ujë lumi që vjenë, e këthejnë e kanale që mushin që vjenë këtu. Po të pak në asë për të larë, për në bajnë, nuk në pasket ujë. Tu vinë deputete, kryetar, bashkje, që ka ndalë ta, mos të flatë shumë unë, ta vinë vetëm për të vjedhur votën tonë, dhe i dua që nga ky moment që po të flasë, tutë lokali im se u kanë bërë unë fushatën mos më qasë fare. Banorët e Zvërnecit dhe Babicës kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet lokale dhe qendrore. Ata thonë se nuk duan më premtime, por zgjidhje të qëndrueshme për ta kthyer zonën e tyre nga simboli mungesës në shembull të zhvillimit dhe dinjitetit për komunitetin.